Sot do të hapim zemrën për muzikën klasike përmes një bisede mjaft frymëzuese me artistën e njohur që dirigjon dhe jo vetëm nota, por edhe ëndra. Ajo është Agona Çupi, lindur në Kërçove, edukuar mes Shkupit dhe Sofjës. Agona shembull i një gruaje me pasion për kushtim që u ngjitet në piedestalin e dirigjimit. Ajo nuk është vetëm dirigjente, por edhe themeluese orkestrash, është po ashtu mentore të rinjve, një zë i fuqishëm i gruas në muzikën akademike, mirëpo tashmë Agona ka shumë role të rëndësishme. Dhe për më gjërë të bisedojmë rreth jetës së saj dhe krimtarisë e kam në studio sot dhe faleminderit shumë që gjete kohë të jesh prezente këtu këtë mëngjes. Mirëmëngjes. Njëherë Valbona, faleminderit shumë për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi më të vaja shtëpia jonë. Kështu që mes nesh është gjithmonë kënaqësi të jesh pjesë. Ish kolege të themi në periudhën e studimeve, ish kolege tani këtu në punë, mirë po edhe prezente, kam qenë në shumë projekte të cilat i ke realizuar edhe ti, mirë po pa humbur shumë kohën, dua të di Agona si janë mëngjeset e tua. Je shumë, domethënë, angazhuar, unë këtë gjë e di, mirë po mëngjeset janë koha më e qetë e ditës apo të themi që nga mëngjesi fillon gjithçka? Nuk do të kisha thënë si koha më e qetë e ditës, definitivisht jo. Mëngjeset në gjatë javës janë shumë, do të kisha thënë shumë të shpejta, shumë me vrull, duhet të dalim, i kemi të dyja vajzat që duhet të përgatitem, neve për në punë, ato për në qerdhe, refuzimet, duhet dal, nuk duhet dal, duhet shkoj sot, duhet shkoj sot, gjitha këto. Zakonisht po, që kur u bën dy vajzat, është pak problem mëngjeset jenë të qeta derisa dalim, ose janë mëngjeset të këtë cilat dal vetë, dal herët, me që jemi në, edhe unë jam në program mëngjesi në radio, ko pas kohë, disa herë gjatë javës, kështu që ato janë ndryshe, dal vetë edhe është sikur pakës më e qetë, po aty dal edhe jam direkt në program, është një lloj tjetër dinamike, kështu që mëngjeset e qeta, me kafe, me muhabet janë. Të mungojnë pak, ha? Tani, ka po ta tregoj historinë. Po rikthehesh. Po vetëdijsohem që ka shumë kohë që nuk janë prezente si të tilla. Me vërtet je shumë, domethënë, e angazhuar, unë e di me projekte shumë të ndryshme, puna në radio, tani jem edhe nën, një dirigjente shumë e suksesshme. Tani për momentin do të flasim edhe për orkestrat dhe koret në moment që po të themi po i menaxhon në një farë forme, mirë po unë dua pak të rikthehemi në fëmijërinë tënde. Sot dua ta bëjmë një bisedë pak më të përplot me kujtimet të cilat i sjell nga Kërçova në Shkup, në studime, pastaj në Sofje. Do të flasim për të gjitha, mirë po si ka qenë fëmijëria jote, Agona, si ka qenë Kërçova në vitet kur ke qenë më e vogël, kur ke vendosur të vazhdosh muzikën dhe pastaj edhe më gjerë. Unë në Kërçov kam qëndruar dikund deri 15 vjet. Pastaj jam zhvendos shkaku i shkollës mesme, me që si e din, në Kërçov nuk kemi as shkollë të mesme dhe as shkollë të ulët të muzikës. Kështu që shkaku i kësaj është dashur që në moshë të hershme të shpërngulem. Domethënë që 15 vjeç unë jam largu nga Kërçova, gjithashtu nga familja, dhe kam jetuar në Tetov për një periudhë 6-7 vjeçare, një kohë kam studiu në Shkup, ndërsa kam jetuar në Tetov me që kishim banesën tonë. Një mes i artë. Po, ishte si mes Kërçov-Shkup, po edhe ajo ishte e lodhshme, ti e din angazhimet si janë fakultetin e muzikës, si kalonin vitet angazhimet bëheshin më të ndaja. Po Tetova më mbante për një periudhë shkaku se orkestra ishte atje e formuar edhe kishim atje punë. Po kur nisi që atje të vështirë funksionimi, kalova komplet në Shkup. Kërçova ka qenë periudhë e shkurtër, unë mbaj mend shumë, domethënë e shkurtër e vetëdijshme, me që nuk mbaj mend gjitha sendet e fëmirisë, po Kërçovën e lidh me disa sende. Një se të gjithë kërçovarët e duan jashtëzakonisht shumë Kërçovën. Edhe shkojmë, ajo është gjithmonë epiqendra jonë. Normalisht, vendlindja. Është vendlindja, edhe na duket më e veçanta, më e bukur, më e mira nga të gjitha. Dhe besoj se kështu është për secilin për vendin që ka lind. Kam pas një fëmijëri shumë të bukur se
kemi qenë shumë fëmijë në lagjen ku kam jetu, jashtëzakonisht shumë fëmijë, mund të them një 10-15 ama shumë, nga të cilët 4-5 ishim me një klasë edhe ishim non stop bashkë, e kam pas shtëpinë afër shkollës. Unë e kam tash shumë shkollën. Vlen të ceket se jam vëdisur edhe për këtë më vonë se njerëzit nuk e ndajnë të njëjtin pasion. Kur kanë qenë Është rrallë ky pasion. Po, se më gëzonte fakti se mund të shkoj te shkolla edhe pas dite, edhe mund të sillem andej edhe të jem Ja andej. që fati të solli në muzikë ku gjatë gjithë ditës Je kemi në ligjërata. shkollë, para dite, mas dite. Po. Kështu që kjo familja ime highlight më të madh ka gjyshin. Kam pas shumë raport të bukur me gjyshin, edhe kemi nda pasionin e njëjtë për muzikën. Ajo është gjenerata e dytë që ka vazhdu muzikën, pastaj babi, pastaj unë. Po ishte instrumentist i instrumenteve folklorike frymore. Domethënë i zotronte në nivel shumë të mirë edhe i kishte shumë pasion, por përveç që i kishte pasion, i kishte shumë disiplinë për punë. Edhe e donte shumë vendin, e punonte disa profesione, kishim biznes familjar aty në shtëpi, kështu që unë isha gjithmonë shtesa atij, gjithmonë i sillesha rreth e rrotull, kështu që shumë kujtime lidhen me gjyshin. Kur ke vendosur që të vazhdosh muzikën, Agona, në cilën moshë e mban mend ndoshta periudhën kur ke thënë që unë dua të merrem me muzikë dhe pastaj si erdhi puna deri tek dirigjimi? Po, për muzikën nuk e di nëse ka pas një moment që kam vendos, më duket sikur ka rrjedh vazhdimisht, unë isha shumë e përfshime në procese si te gjyshi, si te babi, te shtëpia jon kanë ardhur, kanë qenë plot muzikant, kemi pas shumë miqësi normal me në rrethet të tilla. Në shkollë sikur edhe gjithandej sikur priteshte që do vazhdoj muzikë, nuk është se nuk e di nëse e ka pas një moment që kam thënë të ta vazhdoj, është thjesht proces. Ka ecë gradualisht, ndërsa për dirigjimin në shkollë të mesme. Në shkollë të mesme kur ti e di neve fillojmë ta kemi land, edhe janë 2 vite teorike dhe pastaj 2 vite ku drejtohesh drejt dirigjimit. Jo në fakultet, në shkollë të mesme, po. Edhe atëherë kishim dirigjim, po. Bazat e dirigjimit. Edhe profesoresha ishte ajo që më ndjelli si kështu, kisha teknik të mirë, kisha qëndrim, kisha kështu edhe vazhdimisht thonte pse nuk e provon, e provova edhe. Ja që kjo ishte edhe në familje mungonte një dirigjente dhe doli edhe një dirigjente e denjë. Dua të di si ka qenë procesi i universitetit apo fakultetit ku fillove tek profesori Borjan Canev në dirigjim orkestral dhe pastaj tek profesori Sasha Tatarçevski në dirigjim koral. Si lidhe këto të dyjat, edhe pse janë të themi shumë të ngjajshme, mirë po janë pak sa botra të ndryshme. Orkestrali është normalisht pak më i gjerë, një spektër më i përfshirë me shumë tjetër lloj natyre. Po, tjetër lloj natyre, më pastaj në koral. Historia me fakultetit nuk ka qenë bashkë kështu, unë e kam filluar në Tetov, një vit, edhe pastaj kam transfer ke bërë. Po, transfer bashkë. Po nise ishte transfer me provime pranuese se nuk mund të thjesht i merrje dokumentet edhe të vije. Duheshte të kalohen testet, provimet pranuese edhe këtu, njëjtë si me fillu prej vitit parë, thjesht pranoheshin nuk pranohen disa nga provimet që kisha dhënë Tetov, po arsyeja kryesore pse vija ishte se më mungonin ato kushtet që duheshte të jenë, s'kishte faj as fakulteti, as ai koha, as hapësira, as vendi, sepse për dirigjent duhen 2 piano, 2 pianistë, vazhdimisht jenë gjatë orës dirigjimit që ti të praktikohesh. Unë provova kur e pash që kjo nuk mund të bëj maksimumin. Vendosa që të vijë edhe nuk ishte shumë zgjedhja e mentorit, nuk ishte shumë zgjedhja ime sa i përket profesorit Borjan Canev. Në fakt ishte, po ishte edhe më shumë se kush ishte i lirë në atë kohë, se ti vetë se ato i kishin studentët e vet të përzgjedhur të marrë më herët, kështu që duheshte pak a shumë duheshte të gjendemi në një kohë
të shkurt. Jo se ka qenë eksperiencë keqe, po nuk e di, ndoshta përgjigjen do ta bëhet më ndryshe. Po, karakteri i tij me timin nuk është se por që është shumë e rëndësishme në fakt në gjatë studimeve kur ke edhe punë individuale. Sepse ne kalojmë shumë kohë me mentorin i cili na përgatit për lëndën profesionale, kështu që është shumë e rëndësishme. Por sidoqoftë që të jetë, kemi pas një raport korrekt edhe një transmetim korrekt, kështu që besoj se ka kaluar mirë, ajo që është dashur të realizohet, është realizuar. Pastaj sa i përket dirigjimit koral, unë ndja një lloj mungese, një lloj boshllëku sa i përket përgatitjes për dirigjimin koral. E dija që si dirigjente do duhet të dalë edhe para njërës edhe para tjetrës, kështu që e dija se më mungon si përvojë, duke qenë se profesor Tatachevski është mjeshtër në këtë aspekt. Nuk ishte këtu dilema, e dija se do të vazhdoj masterin tek ai. Ndërsa për masterin tjetër që vazhdova në Sofje, domethënë nuk është se doja të heq dorë nga dirigjimi orkestral, larg asaj, unë e preferoj biles, po vendosa që ta ndryshoj përvojën me dirigjimin orkestral dhe kontaktova profesor Naiden Todorov me të cilin i mbarova studimet në Sofja, që është momentalisht shef dirigjenti i Filharmonisë së Sofjas. Atje magistratura zjat 1 vit e gjysëm, është edhe ka më shumë kredi, diku 90 kredi se sa te ne, ndërsa këtu 1 vjet, klasike siç është 4+1. Këtu punova me profesor Tatachevskin, kemi përgatitur pjesën, edhe kemi punuar për dirigjim koral, ndërsa atje punova orkestral me profesorin atje. Edhe këto të dyja u zhvilluan paralelisht. Gjithçka shumë në një kohë të vetme ke bërë shumë gjëra të mëdha në fakt, sepse kur flasim për dirigjimin, nuk është një drejtim mjaft i thjesht të them, është një mjaft kompleks në vete dhe ti ke bërë të dyjat në një kohë, pra ka shumë të themi dirigjentë që fokusohen normalisht tek njëra, pastaj normalisht edhe tek tjetra, ti ke bërë të dyjat me një kohë dhe ja ke dalë mjaft suksesshëm. Nuk e di sa ja kemi dalë. Me të vërtetë ja ke dalë dhe kjo është VCM është prezente në skenat kudo që jemi në fakt në vendin tonë, qoftë në Kërçov, në Tetov, në Shkup, të shohim shumë prezente me orkestra, formacione të ndryshme, me kore dhe me vepra nga më të ndryshme. Po, pas studimeve për një kohë kështu vazhdoj, herë kor, herë orkestër, herë kor, herë orkestër. Kështu për momentin jam në një proces inkubimi. Është e nevojshme. Po, më duhet një lloj distance pagës nga muzika, me që edhe vetë të ceke disa herë që shumë sende u bën isha 100% e zhytur brenda. Edhe s'kisha pas ashtu një kohë ta çoj kokën edhe të marr frym. Edhe sikur u lodha realisht. Me doktoraturën pastaj, periudha e doktoraturës ka qenë tepërsisht e lodhshme. Kërkesat që janë për neve si instrumentistë në doktoraturë, me që neve na kërkohet edhe pjesa teorike, ashtu siç kërkohet çdo doktoraturë, disertacioni, teza, edhe pjesa praktike, që ishin 3 koncerte gjigante që duhet të realizohen, kështu që besoj se këtu I harxova rezervat. Edhe pse ka pas plot koncerte vitin e kaluar dhe më përpara, po këtë vit e vendosa që në dhjetor kur kisha koncertin e fundit tash. Këtë vit duhet të ketë minimalisht sende se më duhet realisht pagës rikrutim i fuqive të mia sa i përket muzikës. Jam shumë e sigurt që pas një kohe pushimi, në thojza, do të rikthesh edhe më fuqishëm dhe do të rikthesh me ideja ende më të bukura dhe më të reja. Agora, unë dua të dija pak për një formacion që e don më së shumti. Pra orkestër simfonike, orkestër kamertale, kor gjigant, ndonjë vepër që ende nuk e ke luajtur, mirë po e ke një ëndër të parealizuar ende, që do të realizohet së shpejti. Jam e sigurt. Së shpejti, për së shpejti të urojmë. Unë besoj se çdo formacion e ka bukurinë e vet, kur mëson të punojsh me formacionin. Ka shumë pjesë muzikore që janë shumë të bukura, po diçka që do doja domethënë që nuk e kam luajtur me orkestër simfonike është Dvorak. Simfonia
e botës së re. Mendon që mund ta realizosh në Maqedoni, në operë apo në filharmoni? Se di, po, mendoj se po. Në një të ardhme. Besoj se çdo gjë është e realizueshme. Shumë e vërtetë. Përderisa pse jo, domethënë. Unë dua pak të ndalem edhe tek profesioni yt si gazetare në radio, si ka ndodhur, unë nuk e kam ditë. Për këtë pjesë nuk e kam ditë përderisa nuk erdha në televizion dhe nuk të takova, thash Agona edhe këtu je, edhe këtu të gjeta. Mirë po. Realisht këtu jam rezidente, këto tjerat janë part-time. Ja që atë nuk e kisha ditur. Mirë po, ja që në fakt janë profesione shumë të ngjashme, të thoja, sepse po ashtu ke qenë edhe profesoresh dhe asistente në fakultetin e universitetit. 5 vite kam ligjeru në Universitetin e Tetovës. Po. 3 vjet si asistente, 2 vjet pastaj si profesor. Do me thënë, ke ligjeruar profesionin tënd, të kemi parë po ashtu prezente edhe në shkollën filozofike dhe psikologjike në Akropolin e Ri, një gjë që po ashtu ndërlidhet me edukimin, kulturën dhe emancipimin e shoqërisë. Të kemi parë po ashtu normalisht në koncertet e shumta, në projekte të shumta ku ke qenë ftuar edhe si musafire, mirë po ja tash unë për mua diçka e re, edhe pse ka qenë ndoshta gjëja e parë, është edhe radio. Si ndodhi radio? Si e gjete vetën, mendova që është e ardhmja, të themi një punë shtesë që do ta bëje në jetën tënde. Jo, nuk isha e përgatitur për radio, definitivisht asnjëherë nuk më kishte shkuar ndërmend se do të punoj në media në përgjithësi. Unë kam shkruar tekste si në shkollë fillore, ashtu edhe në shkollë të mesme. Është diçka që për të cilën kam aftësi, mund ta bëj. Edhe kam pas domethënë nuk më ka paraqitur ndonjë sfidë që të mund të shkruaj një tekst, mund të raportoj ndonjë ngjarje ose diçka, po se ndonjëherë do punoj, sidomos në radio as nuk kishte shku mendja. Kështu që kishte konkurs, u bë një kohë gjatë që unë nuk kisha, domethënë koncertet janë gjëra që ndodhin për një javë, për 2 javë, janë gjëra sezonale, po nuk është një punë e rregullt. Janë projekte afat shkurtë. Po, nuk është një punë e rregullt, ti nuk ke sigurim shëndetësor, nuk ke përvojë pune, gjitha këto gjëra që vinë me punën e rregullt, kështu që isha në kërkim të një pune të rregullt dhe në mungesë të vendeve të punës që ka, sidomos për dirigjent, thash ta provoj me idenë që është vetëm se ishte gazetari për kulturë, se po të ishte ndonjë tjetër deg, nuk e di që nuk do të kisha. Edhe sot e kësaj dite nuk është se merrem ose preferoj të merrem me ke drejtimin tënd dhe aty je më e sigurt. Po, për herë të parë që kam dalë para mikrofonit në radio, jam ndjesi në shtëpi, jam ndjes shumë mirë edhe jam ndjesë se mund të transmetoj gjërat bukura. Edhe kam marrë përsipër të transmetoj gjërat bukura, një ndër ata është emisioni i muzikës klasike, që u bë gati 2 vite që është i pandërprer. Ka shkuar vazhdimisht çdo të shtunë. Ideja ime asaj ishte përpara se të punësohesha në radio të kem një podcast që do të ishte për muzikën klasike, por akoma më mirë që u realizua në radio si opusi i muzikës klasike. Kështu që për këto 2 vite kam arritur shumë kolegë të mi, festivale, ngjarje shumë të bukura artistike të mund bashkë me ato kolegë të cilët i kam pas të mund t'i dokumentoj, si për të gjithë ne si komunitet, po si për dëgjuesit mund t'jenë, sepse shpesh herë shumë gjëra ndodhin brenda vendit edhe nuk është se arrin të përcillen deri tek të gjitha cepet edhe të gjithë dëgjuesit. Kështu që puna në radio mua më ka realisht më paraqit kënaqësi, edhe në asnjë ditë për 3 vite do të bëhen që jam në radio, për asnjë ditë nuk jam ndje ngarkuar, për asnjë ditë nuk jam ndje lodhur, për asnjë ditë nuk jam ndje se duhet bëj diçka që nuk dua asnjëherë. Neve ti e din si gazetar kulture ndjekim ngjarjet kulturore, kështu që
për mua ka qenë thjesht një justifikim shumë i mirë që mos të lishoj asnjë shfaqje, asnjë ekspozit. Ne vetëm nuk kemi qenë prezente në shfaqjet, në eventet të ndryshme, tashmë vetëm se duhet ta marrim në fakt unë duhet ta marr kamerën me vete, ndërsa po vetëm duhet të jesh prezente të ndjekësh ngjarjen që ndodh. Aguna, unë për fund, sepse jemi në minutat e fundit, unë po e shijoj shumë këtë bisedë, është me të vërtetë shumë kënaqësi kur flasim për kulturë, për gjëra të bukura, gjëra që ndodhin në vendin tonë, edhe pse në Shkup unë do ta potencoja që janë mjaft të rralla, sidomos tani që edhe pak a shumë nuk je prezente këtë muaj, do të them, vetëm disa muaj do t'i japim të lira Aguna, mos e tepro më shumë, të themi, të largohesh për një kohë më të gjatë, mirë po, ma trego për planet, projektet në vazhdimsi, ke ndonjë orkestër apo kor aktiv të cilët janë gjithmonë, sepse ne dim që edhe ke krijuar shumë orkestra dhe Grifoni shumë. për momentin është aktive si orkestër. Thjesht këtë vit biles themelimi i orkestrës së Tetovës, pastaj nga dalë u shndrua në Grifon. Pas koncertin kemi pas në vitin 2025. 2015, do më thënë 2025-a duhet të ishte 10 vjetori i orë, por Ministria e Kulturës nuk e pa të arsyeshme që ta përkrahte si projekt, kështu që për herë të parë jemi pa përkrahjen e Ministrisë Kulturës në lidhje me realizimin e projekteve. Unë nuk është se i marrë shumë për zemër këto përkrahjet, jo përkrahjet të them të drejtën, por është një sfidë e përditshme për këtë vit u ndjeva keq vetëm për arsyeën se Dodona si shoqat që me të cilën kemi realizuar shumë projekte bashkë do ta potencoj këtu partnerin tim në krim që është Rahimi, që e kemi filluar bashkë në Korçov. Për herë të parë nuk ka pas asnjë lloj përkrahje këtë vit. Dhe është ajo që më vjen keq është vetëm se është 10 vjetori dhe është vit jubilar që ne nuk do të kemi mundësi ta festojmë, por ajo që më pret më e afërta është i kushtatori, që është koncerti me Xhafer Xhaferin edhe Shkëlzen Baftjarin. Shkëlzeni ma ka borç një koncert solo, me që herën e fundit kur duhej të dalim me Theu Crown një natë para koncertit. Po, ishte koncerti i inaugurimit të orkestrës së re në Tetov, i ansamblit muzikor në Tetov. Unë edhe Shkëlzeni kishim Beethoven koncertin, e bëm provën generale, tham nesër do shkoj shumë mirë, edhe u rehatun të dy. Edhe pastaj unë akoma pa mrit në Korçov më bëjnë telefon që Shkëlzeni e ka thy krajin. Edhe unë nuk i besoj, i them, jo, jeni tu ma bo kështu, veç kot të lunin, ju lutem, jam shumë e lodhme. Pak e pabesueshme. Po, jo, nuk do ta besoj këtë version. Derisa më thiri Shkëlzeni vetë apo është e vërtet, edhe atë sikur se besoja, në fund foton kanë shumë që mund ta pranoj këtë realitet. Po, kështu që po, do luajmë diçka shumë, nuk do zbulojmë andej për repertuarin, dhe po të tre kemi diçka të bukur të përgatisim. O jam shumë, kam shumë, mezi presto me thënë këtë bashkëpunim, e di që të dy janë muzikantë të jashtëzakonshëm, me Xhaferin nuk kam pas asnjëherë bashkëpunim, po me Shkëlzenin po, kështu që e di se do të pret një rrugtim shumë i bukur. Për mua ky vit është edhe një aventurë e re, për këtë edhe është kjo hapi mbrapa pastaj i përket muzikës, sepse ka disa vite, po që nuk e kam da, unë po bëj një drejtim tjetër, që është psikologji dhe psikoterapi, kështu që dal nga dal edhe atë jam duke e rrumbullaksuar edhe këto vite duhet që t'jap. Nuk qenë ke duke pushuar akoma, prap nuk po pushon. Unë vazhdimisht e thoya që pushoj nga muzika, po askush nuk do ta dëgjoj këtë pjesë. Nuk po kuptoj ku është pushimi. Në rast psikologjia sjell një par lloj qetësie, mirë po të lutem pushimin ta merresh seriozisht dhe të bateritë të mbushen plotësisht dhe unë kam zbuluar shumë gjëra të bukura sa i përket shfrytëzimit të kohës edhe pushimit për veten time. Unë e kam pushimin aktiv, kështu që për mua nëse ndroj aktivitetin është pushim njëjtë, kështu që shfrytëzoj kohën maksimalisht. Shumë veta më thonë edhe vezdisem nga ajo që bën shumë gjëra, bën si ja del, unë nuk e ndjej as pak këtë lloj presioni sepse kam një menaxhim shumë të mirë të kohës, edhe në momentin që ndjej presion askush nuk më çon me zorta, askush nuk vrapon pas meje. Mundet shumë thjesht them, okay,
thash këtu duhet një hap mrapa edhe e bëj, nuk ndihem e lodhët, nuk ka ditë realisht që tani për shembull që jam në fund të tezës doktoraturës, ndihem shumë e lodhur, por jam e lumtur. Kjo është e rëndësishme. Unë jam shumë e lumtur që ishe bashkë me ne sot në studio, që ndam gjëra shumë të bukura, një bisedë shumë e këndshme dhe unë jam shumë e sigurt që gjërat e bukura vetë se po vazhdojnë të krijohen në veprimtarinë tënde shumë të gjerë dhe pse jo nesër të të ftojmë në studio edhe si psikologe, sepse edhe ajo ka mbetur në fakt të që të bisedojmë, mirë po jam shumë e sigurt që në çdo hap që dhe çdo drejtim që do të marrësh në jetë do të jesh e suksesshme sepse e shohim një agon të palodhur, një agon që asnjëherë nuk dorëzohet dhe një agon që gjithmonë lufton për ëndrat e saj. Faleminderit shumë që zgjodhe sot të jesh në mëngjes bashkë me ne në ritmin e ditës dhe jam e sigurt që herën tjetër do të flasim për gjëra shumë të bukura. Do flasim për të dyja bashkë, sepse synimi është që të bashkohen edhe psikologjia dhe muzika. Kështu që deri atëherë unë të falenderoj shumë për ftesën edhe neve këtu jemi, do të shihemi. Faleminderit. Faleminderit ty. Të dashur shikues, shpresoj që e shijuat edhe këtë bisedë që realizuam me Agonën dirigjente. Ne tani shkëputemi me një pikë muzikore dhe rikthehemi më njëherë në studio me musafirën e radhës.